Mirë se vini në Deka Arabian Hills, komuniteti më i madh i mbyllur rezidenciale në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ky projekt shtrihet me një sipërfaqe rreth 244 square feet ose përndryshe rreth 22.6 metër katror, duke mbuluar një zonë me 11,3 kilometrash, një vizion që bashkon luks, komoditet dhe një infrastrukturë të klasit të parë. Vetëndodhja dhe qasja, vetëm 43 minuta nga Dubai Mall, 30 minuta nga qyteti Al Ain, lidhje perfekte përmes një stacioni trenit që është i dedikuar në zemrën të komunitetit. Pikat kryesore dhe infrastruktura. Lagun me vila pranë familjes mbretërore të Abu Dhabit. Klub ekskluziv polo Kalerini. 3 qendra tregtare moderne, 2 spitale të nivelit të lartë, 6 shkolla ndërkombëtare, përfaqe të mëdha për çlodhje dhe relaxing, 47 xhamia për komunitetin islam, 100% pronësi freehold për investorët. Mundësitë e investimit në shitje është tani faza e 4 e zonës Nakil Oasis. Çmimi i tokës sillet rreth 139 deri 179 dirhem per square feet. Parcellat janë të përshtatshme për villa apo pallate. Mundësitë për ndërtim sipas dëshirës dhe projektit personale. Çmimi mesatar i një ville rreth 8 milion dirhem. Përfundimi i projektit do të jetë në 3 mujorin e 4 të vitit 2027. Plan pagesa atraktive për 5 vite. 19% para pagesë, 30 muaj nga 1% financim pas dorëzimit dhe 2% shtesë për ALD, do të thotë Abu Dhabi Land Department.